Zoti drejtor, në bashkëpunim me organet e Policisë Shtetit në Tiranë, ju duhet merrni të gjitha masat që në çdo rast të ndërhyet me forcën e ligjit dhe përgjegjësit të vihen para ligjit. Nuk mund dhe nuk do të tolerohet asnjë bllokim rruge publike. Nuk mund dhe nuk do të tolerohet asnjë person i cili merr pjesë apo tenton të marrë pjesë në një veprimtari të tillë. Të vendosë një bashkëpunim sa më të ngushtë me prokuroritë e rrethëve, në mënyrë që çdo person i referuar nga ju të ndiqet penalisht deri në vendosjen e tij para drejtësisë dhe marrjen e dënimit që meriton. Policia e shtetit ka të gjitha mjetet, ka të gjithë përvojën dhe duhet të ketë gjithë vendosmërinë për të zhbllokuar çdo situatë të tillë. Kushdo që guxon të instrumentalizojë ngjarje kriminale dhe t'i përdor ato për të justifikuar një veprimtari thellësisht antiligjore siç është bllokimi i rrugëve, do të marrë përgjigje të merituar, të menjëhershme dhe me fuqinë e plotë të ligjit. Sikundër strukturat antiterror ta trajtojnë këtë çështje me prioritet, si dhe të godasin pa pikë hezitimi për të parandaluar apo në rastet kur ka ndodhur për të vendosur para drejtësisë personat përgjegjës, duke përfshirë këtu dhe personat frymëzues pavarësisht pozitës tyre shoqërore apo politike.